pasta në ferma VIP 2, for fuck's sake. Misioni vështirë, po jo i pamundur. Ferma si individ më ka ndryshuar për të mos thënë 150%, 110%, sepse kam mësuar shumë këtu. Përvese kam hyrë me emrin tim të artit, unë këtu jam ndirë shumë si Gerald Gjari, si vetja ime. Eksperiencë tepër e veçantë, e cila do mbetet një shenjë në jetën time. Mësova që të jem në një harmoni të plotë me natyrën edhe me njerëzit e tjerë. Fjala mik është një fjalë shumë e madhe, por të them drejtën kam zhvilluar një respekt shumë madh për të gjithë fermerët, edhe pse loja e deshti që të kemi mosmarrëveshje, të kemi debate me njëri tjetrin, por megjithatë thellë ndjejmë një respekt reciprok për njëri tjetrin. Momenti më i vështirë brenda në fermë, ajo hajmalia e famshme kur mu deshte që të zgjidhja nëse do ta mbaja të eliminuarin apo nëse do ta largoja të eliminuarin. Vendosa që të zgjedh mes harmonisë fermerëve të tjerë dhe fatkeqësisht u shgënjyen disa. Sinqerisht nuk jam bërë pishman për asnjë lloj zgjedhje këtu në fermë, sepse unë këtu kam ardhur të luaj vetëm. E prisja shumë mirë që do kisha reagime kundrejt lojës time. Unë më shumë luajta me strategjinë time që kisha zgjedhur që në fillim këtu në fermë. Nuk luajta me një fermer si individ, por luajta me të gjithë. Momenti më i bukur patjetër që ka qenë 12 maj, dita e ditëlindjes së Vesës, dhe sinqerisht nuk e prisja që ajo do ishte aty prezente. Gjithashtu një tjetër moment i bukur ka qenë edhe fletra e djalit tim. Fjala që më ka mbetur ka thënë never back down and never give up. Shpresoj që kur nuk e kam zhgënjur fëmijën tim, sepse ai është një nga arsyet kryesore pse unë erdha, për t'i treguar që ekziston edhe këtu një vend i mrekullueshëm që quhet Shqipëri, edhe ku harmonia mbizotron. Në asnjë moment gjatë gjithë si rrugës time nuk kam dashur që të dorëzohem. Go, 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 go.